çfarë do të thoshit nëse ju thosha se tani për tani, ka një shqiptar që rri mbi një grumbull parash aq të madh sa mund të blinte çdo ndërtesë në Tiranë 2 herë, ndërsa shumica e njerëzve mendojnë se shqiptarët ende po luftojnë për të mbjetuar. Një burr sapo bëri histori duke u bërë shqiptari i parë miliardër që u fut ndonjëherë në listën e Forbes. Për vite me radhë, njerëzit janë pyetur se kush mban vërtet parat në Shqipëri. Të gjithë flasin për korrupsionin, për politikanët që pasurohen, por askush nuk flet për gjigantët e vërtet të biznesit që ndërtuan perandori nga hiçi. Këta nuk janë njerëzit e zakonshëm të pasur që trashëguan parat e babait. Këta janë njerëz që filluan pa asgjë në dorë gjatë kohës komuniste dhe disi arritën të ndërtojnë kompani me miliarda dollar, ndërsa ne të tjerët ende po përpiqeshim të kuptonim se çfarë ishte kapitalizmi. Sot po zhytemi thellë në jetët e njerëzve më të pasur shqiptar. Do të zbulojmë se si një student gjeologjie nga Korça u bë miliardër. Si këto gjigant biznesi mbjetuan vitet e egra të 90-tave, ku Shqipëria ishte thjesht perëndimi i egër i Evropës. Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të thotë kjo për shqiptarët e zakonshëm si ju dhe unë? Le të fillojmë me diçka që do t'ju çmend mendjen. Deri në mars 2025, asnjë shqiptar nuk kishte dalë ndonjëherë në listën e miliardërëve të Forbes. Mendojeni për një sekond. Vende me popullsi shumë më të vogël kishin miliardër dekada më parë, por Shqipëria? Asgjë. Pastaj papritur, Samir Mane deli renditur 2.27 në botë me një pasuri neto prej 1.5 miliard dollarësh. Por këtu bëhet interesante. Kjo nuk është ndonjë histori suksesi natën. Mane nuk fitoi lotarin apo zbuloi naftë në oborin e shtëpisë. Ky njeri ka qenë duke ndërtuar një perandori në heshtje për mbi 30 vjet. Dhe shumica e shqiptarëve mezi e din emrin e tij. Ndërsa të gjithë luftonin për politikën, ai po blinte gjysmën e Ballkanit. Pjesa e çmendur, ai as që është tipi që del në sy. Pa zinxhir ari, pa postime në Instagram duke u mburur me makina, pa emisione televizive realiteti. Ai është ajo që njerëzit e biznesit e quajnë i qetë me para të vjetra. Lloji të pasurit ku mund të ulesh pranë tij në autobus dhe kur të mos dish se mund të blinte kompani e tërë të autobusave. Imagjinojeni këtë. Është 1991, Shqipëria sapo u çlirua nga komunizmi dhe vendi po shkatërrohet. Njerëzit po vdesin nga uria, qeveria nuk ka para, dhe shumica e shqiptarëve të rinj po përpiqen të ikin në Itali me barka peshkimi. Por Samir Mane, 24 vjeçar, ai po shikonte përreth duke menduar, ky kaos duket si mundësi. I lindur në Korçë në 1967, Mane u rrit gjatë viteve më të errta të sundimit të Enver Hoxhës. Familja e tij nuk ishte lidhur me elitën e partisë. Nuk ishin të pasur. Jati nuk ishte ndonjë burr i madh komunist. Thjesht njerëz të zakonshëm që përpiqeshin të mbjetonin në një vend ku të kishe një palë gjinse mund të arrestonin. Kur ra komunizmi, shumica e njerëzve të moshës së tij kishin dy zgjedhje. Të largoheshin nga Shqipëria përgjithmonë ose të qëndronin dhe të vuanin. Mane zgjodhi opsionin e tretë, të qëndronte dhe të fitonte. Ndërsa bashkëmoshatarët e tij po studionin gjeologji dhe minjer në Universitetin e Tiranës, ai tashmë po mendonte më të madhe. Ai e dinte se kur një sistem i tërë ekonomik prishet, njerëzit e zgjuar nuk ikin, ata blejnë copat për lirë. Fillimet e viteve 90 në Shqipëri ishin si perëndimi i egër, por më keq. Pa ligje, pa rregulla, të gjithë duke bërë çfarë të donin. Shumica e bizneseve ishin mashtrime. Kujtoni skemat piramidale që shkaktuan një luftë civile, por Mane ishte ndryshe. Ndërsa të tjerët kërkonin para të shpejta, ai po ndërtonte diçka të vërtetë. Lëvizja e tij e parë e madhe ishte e thjesht por me zgjuarsi. Ai vuri re se shqiptarët papritur donin të gjitha sendet perëndimore që nuk mund të kishin për 50 vjet. Elektronik, rroba të bukura, ushqim të mirë. Por askush nuk dinte si të importonte këto sende siç duhet. Kështu që ndërsa njerëz të tjerë po hapnin dyqane të vogla duke shitur atlete falsenike, Mane po kuptonin si të sillte sendet e vërteta. Në 1994, Mane themeloi Balfin Group. Emri qëndron për Balkan Finance Investment Group, por atëherë ishte thjesht një kompani e vogël me ëndra të mëdha. Strategjia e tij ishte shkëlqyer në thjeshtësinë e saj. Në vend që të konkuronte me të gjithë të tjerët në tregun e vogël të Shqipërisë, ai do të ndërtonte një rrjet në të gjithë Ballkanin. Mendojeni, ndërsa shumica e biznesmenëve shqiptar po luftonin për copza në Tiranë, Mane tashmë po planifikonte të pushtonte Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, madje edhe pjesë të Serbisë. Ai kuptoi diçka që shumica e njerëzve humbën. Ballkani nuk ishin vende të ndara, ishin një treg i madh që fliste gjuhë të ngjashme dhe kishte probleme të ngjashme. Suksesi i tij i parë i madh erdhi me shitjen me pakicë. Shqiptarët në vitet 90 ishin të dëshpëruar për përvojë normale blerjeje. Shqipëria komuniste kishte dyqane shtetërore ku blije çfarë vendoste qeveria të shiste.
Mane e pa këtë hapësirë dhe filloi të ndërtonte qendra tregtare moderne, përpara se shumica e shqiptarëve të dinin çfarë ishte një qendër tregtare. Por këtu Mane tregoi zgjuarsinë e tij të vërtetë. Ai nuk kopjoi thjesht modelet perëndimore të biznesit. Ai I përshtatën ato për kulturën ballkanike. Qendrat e tij tregtare nuk ishin thjesht dyqane. Ishin hapësira sociale ku familjet mund të kalonin ditë të tëra. Ai kuptoi se për njerëzit që jetonin nën komunizëm për dekada, blerjat nuk ishin thjesht të blije sende, ishte liri. Perandoria e shitjes me pakic u rrit shpejt. Sot, Balfin zotëron disa nga qendrat më të mëdha tregtare në Tiranë, duke përfshirë YT Qendra Tregtare Univers dhe TG Tirana e Astgate. Por kjo ishte vetëm fillimi. Ndërsa të gjithë të tjerët ishin të fokusuar në importimin dhe shitjen e produkteve të huaja, Mane po blinte tokë në heshtje. Shumë tokë. Në Shqipëri, Kosovë, Mali I Zi, kudo që mund ta merrte lirë. Dhe në vitet 90 dhe fillimet e 2000-tave, mund ta merrje shumë lirë. Kujtoni, kjo ishte menjëherë pas mbarimit të komunizmit. Qeveria po shiste pronën shtetërore për pothuajse hiç. Shumica e njerëzve nuk kishin para për të blerë, dhe investitorët e huaj kishin frikë të investonin në vendet e paqëndrueshme ballkanike. Por Mane pa atë që të tjerët nuk mund. Këto vende nuk do të qëndronin të varfër përgjithmonë. Strategjia e tij e pasurive të patundshme nuk ishte thjesht të blinte dhe të mbante. Ai po zhvillonte lagje të tëra. Në Tiranë mund të shihni gjurmët e Balfin kudo. Ato komplekse luksoze apartamentesh që ndryshuan horizontin e qytetit, shumë prej tyre janë projekte Balfin. Ndërtesat moderne të zyrës ku kompanitë ndërkombëtare themeluan selinë e tyre, Balfin ndërtoi gjysmën e tyre. Por paratë e vërteta erdhën nga pasuritë e patundshme tregtare. Çdo herë që një markë ndërkombëtare donte të hynte në tregun shqiptar, ata kishin nevojë për një vend ku të vinin dyqanin e tyre. Dhe ja kush zotëronte vendet më të mira? Ashtu është, Mane tashmë kishte bler pasuri të patundshme kryesore në qendrat e qyteteve në të gjithë Ballkanin. Sot, kur ecni në përqendrën e Tiranës ose Prishtinës ose Podgoricës, ndoshta po ecni pranë ndërtesave që ndihmojnë ta bëjnë Samir Mane, më të pasur çdo muaj përmes pagesave të qiras nga markat e mëdha ndërkombëtare. Ja diçka që shumica e njerëzve nuk e din për pasurinë e Mane. Një pjesë e madhe e saj vjen nga minjerat. Kujtoni, ai studioi gjeologji dhe minjer në universitet. Ndërsa të gjithë të tjerët e panë arsimimin e tij si të padobishëm pas mbarimit të komunizmit, ai e pa atë si armën e tij sekrete. Ballkani është jashtëzakonisht I pasur me burime natyrore. Shqipëria ka naftë, krom, bakër, qymyr, sende që vlen miliarda nëse di si t'i nxjerrësh siç duhet. Gjatë kohës komuniste, shteti kontrollonte të gjitha minjerat. Kur filloi privatizimi, shumica e njerëzve nuk e kuptuan vlerën e vërtetë të industrisë minerare. Mane e kuptoi. Ai filloi të blinte të drejta minerare dhe kompani në të gjithë rajonin. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, Mali I Zi, madje edhe në Serbi. Ndërsa politikanët po luftonin për pushtet, ai po ndërtonte një perandori minerare në heshtje. Sot, Balfin ka operacione në minjeratën ekstraktive në të gjithë Ballkanin. Ata nxjerrin krom nga Shqipëria, bakër nga Kosova dhe shumë metale të tjera të vlefshme. Çdo ditë, kamion të mbushur me minerale dalin nga minjerat e Balfin dhe shkojnë në fabrika në të gjithë Evropën. Por kjo që e bën vërtet të zgjuar është se ai nuk ishet thjesht mineral të papërpunuara. Ai ka investuar në përpunimin e tyre. Kjo do të thotë se në vend që të shes bakër të papërpunuar për $5 për kilogram, ai e përpunon atë dhe e shet për $15 për kilogram. Kjo është se si bëhen paratë e vërteta. Por rruga drejt miliardave nuk ka qenë e lehtë. Mane ka përballur sfida që do të kishin thyer njerëz të tjerë. Fillimet e viteve 90 në Shqipëri ishin si një zonë luftimi. Krimi I organizuar, korrupsioni I përhapur dhe mungesa e plotë e shtetit të së drejtës bën biznesin jashtëzakonisht të rrezikshëm. Shumë biznesmen të asaj kohe u vran ose u detyruan të largoheshin nga vendi. Lufta civile e 1997 shkatërroi shumë biznese. Por Mane mbijetoi. Si? Duke qenë më I zgjuar se konkurrentët e tij. Ai kur nuk u përfshi në politikë. Ndërsa biznesmenet të tjerë po përpiqeshin të bëheshin politikan ose të blinin politikan, Mane qëndroi larg. Ai kuptoi se politika në Ballkan ishte një lojë e rrezikshme ku mund të fitoje shumë shpejt, por gjithashtu mund të humbësh gjithçka edhe më shpejt. Në vend të kësaj, ai fokusoi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë. Pa marrë parasysh kush ishte në pushtet, Balfin vazhdoi të funksiononte. Kjo strategji e ndihmoi atë të mbijetojë ndryshimet e shumta politike që kanë ndodhur në rajon gjatë 30 viteve të fundit. Problemi tjetër I madh ishte konkurrenca ndërkombëtare. Kur ekonomitë ballkanike filluan të stabilizoheshin, kompani të mëdha perëndimore filluan të vinin. Këto kompani kishin më shumë para, më shumë përvojë dhe më shumë burim se Balfin.
por Mane kishte një përparësi. Ai I kuptonte tregjet lokale më mirë se kushdo tjetër. Ndërsa kompanitë e huaja po përpiqeshin të zbatojnë strategji që funksionin në Gjermani ose Francë, Mane po ndërtonte strategji specifike për Ballkanin. Ai e dinte se çfarë donin konsumatorët ballkanik, si funksionin kulturat lokale dhe si të lundronte nëpër sistemet e komplikuara politike. Një gjë që e dallon Mane nga shumë të pasur të tjerë është se ai nuk e ka harruar vendin e tij. Ndërsa shumë shqiptar të suksesshëm largohen dhe kur nuk kthehen, Mane ka vazhduar të investojë në Shqipëri dhe rajon. Balfin Group është një nga punëdhënësit më të mëdhenj privat në Ballkan. Mijëra familje marrin paga nga kompanitë e Mane. Kjo nuk është vetëm në Shqipëri. Ka punonjës Balfin në Kosovë, Mali I Zi, Maqedoninë e Veriut dhe vende të tjera. Por më tepër se kaq, investimet e tij kanë ndihmuar në modernizimin e rajonit. Qendra tregtare që ka ndërtuar nuk janë thjesht vende për të blerë sende. Ato janë bërë qendra komunitare ku njerëzit takohen, socializojnë dhe kalojnë kohën e tyre të lirë. Projektet e tij të pasurive të patundshme kanë ndryshuar pamjen e qyteteve ballkanike. Nëse shikoni Tiranën sot dhe e krahasoni me atë si dukej në vitet 90, diferenca është dramatike. Dhe shumë nga kjo ndryshim vjen nga investimet e kompanive si Balfin. Historia e Samir Mane na mëson disa mësime të rëndësishme. E para, durimi dhe vizioni afatgjat janë më të rëndësishëm se fitimet e shpejta. Ndërsa shumë njerëz po kërkonin të bëheshin të pasur natën, Mane po ndërtonte themelimin për dekada suksesi. E dyta, ndjenja për mundësi është kritike. Mane pa mundësi ku të tjerët pan vetëm kaos. Kur ekonomia shqiptare po shkatërrohej, ai pa një treg që po hapej. Kur të tjerët po ikën, ai vendosi të qëndronte dhe të investonte. E treta, rëndësia e të kuptuarit të tregut tuaj. Shumë biznese dështojnë sepse përpiqen të kopjojnë modele që funksionojnë diku tjetër pa I përshtatur për kushtet lokale. Mane gjithmonë e ka kuptuar se si të bëj biznes në Ballkan. E katërta, diversifikimi është I rëndësishëm. Mane nuk u mbështet vetëm në një biznes. Ai ka pasuri të patundshme, shitje me pakicë, minjer dhe industri të tjera. Kjo do të thotë se nëse një sektor ka probleme, ai ka të tjera për ta mbajtur atë. Por Mane nuk është I vetmi shqiptar I pasur. Ka të tjerë që kanë ndërtuar pasuri të konsiderueshme, edhe pse nuk janë miliardër ende. Një nga emrat që shpesh përmenden është Rezar Taci, themeluesi I kompanive të ndërtimit që kanë ndërtuar shumë nga projektet më të mëdha të infrastrukturës në Shqipëri. Uga Carlson, shqiptaro-suedez që ka investime të mëdha në Ballkan. Dhe Kastriot Islami, që ka ndërtuar një perandori në industrinë e naftës. Çfarë I bashkon të gjithë këta njerëz? Ata të gjithë filluan me pak ose as pak gjatë tranzicionit nga komunizmi në kapitalizëm. Ata të gjithë ishin gati të merrnin rreziqe kur kushtet ishin më të vështira. Dhe ata të gjithë kuptuan se për të qenë I suksesshëm në Ballkan, duhet të mendosh të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës. Prania e njerëzve të tillë të pasur në Shqipëri ka efekte të përziera. Nga njëra anë, ata krijojnë vende pune, paguajnë taksa dhe ndihmojnë në modernizimin e vendit. Kompanitë e tyre sjellin investime të huaja, teknologji të reja dhe praktika më të mira biznesi. Nga ana tjetër, përqendrimi I pasurisë në duart e pak njerëzve mund të rrisë pabarazinë. Kur një person ka miliarda ndërsa mesatarja e pagës në Shqipëri është ende rreth 500 euro në muaj. Kjo krijon tension social. Por çfarë që nuk mund të mohohet është se këta njerëz kanë treguar se është e mundur të ndërtosh biznes të suksesshëm që fillon nga Shqipëria. Ata kanë treguar se nuk duhet të ikësh nga vendi për të qenë I suksesshëm. Mund ta bësh këtu në shtëpinë tënde. Pyetja që të gjithë po bëjnë tani është: cili do të jetë shqiptari I 2 miliardër? Ka disa kandidatë që po ecin në këtë drejtim. Teknologjia po bëhet një sektor gjithnjë e më I rëndësishëm. Ka kompani shqiptare teknologjie që po rriten shpejt dhe po punojnë me klient në të gjithë botën. Nëse njëra prej tyre bëhet vërtet e suksesshme, themeluesit e saj mund të bëhen miliardërët e ardhshëm. Turizmi është një sektor tjetër me potencial të madh. Shqipëria po bëhet një destinacion gjithnjë më popullor për turistët evropian. Njerëzit që po investojnë në turizëm, lukso tani mund të jenë duke pozicionuar veten për fitimin e madh në të ardhmen. Energjia e rinovueshme është gjithashtu një mundësi e madhe. Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm për energji diellore dhe të erës. Kompanitë që po investojnë në këtë sektor, tani mund të jenë blerësit e arshëm të miliardave. Nëse jeni një sipërmarrës I ri shqiptar, çfarë mund të mësoni nga historia e Samir Mane dhe të tjerëve si ai? E para, mos keni frikë të filloni të vogël. Mane nuk filloi me miliona dollar. Ai filloi me një ide dhe shumë punë të vështirë. Sot, me teknologjinë që kemi, është edhe më lehtë të fillosh një biznes me pak para. E dyta, mendoni afatgjat. Suksesi I vërtet nuk vjen natën, por ndër vite. Mos u fokusoni vetëm në fitimet e shpejta. Ndërtoni diçka që do të zgjas.
E treta, mos kini frikë të merrni rreziqe. Të gjithë sipërmarrësit e suksesshëm kanë marrë rreziqe të mëdha në jetën e tyre. Por kini kujdes, duhen rreziqe të mëdha të llogaritura, jo rreziqe të çmendura. E katërta, mësoni sa më shumë që të mundeni. Mane ishte i arsimuar dhe vazhdoi të mësonte gjatë tërë jetës së tij. Lexoni, studioni, shkoni në kurse, flisni me njerëz të tjerë të suksesshëm. E pesta, mos harroni prejardhjen tuaj. Njerëzit më të suksesshëm shqiptar janë ata që kanë mbajtur lidhjet me komunitetin e tyre dhe kanë kthyer diçka mbrapa. Historia e njerëzve më të pasur shqiptar është më shumë se thjesht histori përpara. Është histori për guximin, përshtatjen dhe shpresën. Këta njerëz u rritën në një vend ku sipërmarrja private ishte ndaluar me ligj. Ata përjetuan rënien e një sistemi të tërë politik dhe ekonomik. Dhe jo vetëm që mbijetuan, por lulëzuan. Suksesi i tyre na tregon se pavarësisht nga sa të vështira duke rrethanat, gjithmonë ka mundësi për ata që janë gati t'i shohin dhe t'i kapin. Ai na tregon se origjina jon nuk përcakton destinacionin ton. Atë që bëjmë me jetën ton është ajo që ka rëndësi. Por më e rëndësishmja, ai na tregon se Shqipëria dhe shqiptarët mund të konkurrojnë në shkallë globale. Ne nuk jemi thjesht një vend i vogël në Ballkan pa rëndësi. Kemi njerëz që po bëjnë gjëra të mëdha, po ndërtojnë kompani që konkurrojnë me më të mirat në botë. Kjo duhet të na frymëzojë të gjithëve. Nëse Samir Mane mund ta bëjë, nëse ai mund të shkojë nga student në Korçë në miliardër në listën e Forbes, atëherë çfarë është e mundur për ne të tjerët? Çfarë ëndra po i vëm kufit vetes që nuk duhet? Historitë e këtyre njerëzve na kujtojnë se çdo gjë e madhe filloi dikur me një hap të vogël. Çdo perandori biznesi filloi me një ide. Çdo miliardër ishte dikur thjesht dikush me një ëndër dhe vendosmërinë për ta realizuar atë. Pra ja ku jemi sot, me së paku 1 miliardër shqiptar dhe ndoshta më shumë që do të vinë. Kjo është vetëm fillimi i historisë së pasurisë shqiptare. Nëse kjo histori ju frymëzoi, ndajeni me miqtë tuaj dhe klikoni butonin e pajtimit për më shumë përmbajtje si kjo.